Ka ushtruar veprimtarinë e saj familja princore Matranga, e cila më vonë pastaj u nështrua nga muzakajt, të cilët e kanë patur këtë territor deri në periudhën e pushtimit turk. Biles na vjen dhe një formë legjende që profesor Kolnika në librin e tij Divjaka, një fshat i lashtë, të lutem fokusoje Elio, profesor Kolnika, tek libri i tij Divjaka, një fshat i lashtë, që është i vetmi libër mbi historikun e Divjakës, na jep dhe një legjend që Skënderbeu, gjuetit e tij organizonte në pyllin e Divjakës. Nuk e kemi të dokumentuar, por e bëjmë një lidhje midis Ardenica, Divjaka ndodhet pranë Ardenicës, ndodhet pranë Beratit, ndodhet pranë Vlorës, në cep të rajonit perëndimor, ku kemi gjurmë të forta të pranisë veprimtarisë së Gjergj Kastriotit, siç është betejë e Beratit, të cilën ai e humbi, siç është martesa e tij në Kanin me Donika Arjanitin, siç është celebrimi i martesës së tij në manastirin e Ardenicës, dhe na vjen dhe kjo një elementi katërt i veprimtarisë së tij, thash, në këtë cep të rajonit perëndimor, që është organizimi i gjuetive në pyllin e famshëm të Divjakës, si ta shohim më vonë. Katër këndsh, kishin 3 këndshën. Kanin, Berat, Ardenicë, atëre hapet dhe një kënd i katërt, që na krijon një 4 këndësh. Që është Divjaka dhe që po e ndriçojmë gjithmonë nëpërmjet emisionit ton të përbashkët vëzhgime historike dhe